Gjatë natës së kaluar, një operacion urgjent është zhvilluar në det nga Kapiteneria e Portit të Durrësit, pas thirrjes për ndihmë nga një anije turistike që kalon të pranujrave shqiptare. Kroqiera Marbella Explorer 2 ka lëshuar thirrje për ndihmë në orën 23:50, teksa ndodhej rreth 20 milë larg nga Durrësi, pasi në bord ndodhej një shtetës anglez i sëmurë rënd. Sipas informacionit nga kapiteni i kroqierës, i sëmuri kishte simptoma të rënda që kërkonin ndërhyrje urgjente spitalore. Kroqiera po lëndronte nga Korfuzi për në Kotor dhe menjëherë u udhëzua nga Kapitenia e Portit të Durrësit që të afrohej në radhën e portit shqiptar për të marrë të sëmurin. Ndërkaq janë njoftuar autoritetet, rimorkatori ASHD për të bërë të mundur marrjen nga rada dhe ambulanse për ta shoqëruar në Spitalin Rajonal të Durrësit të sëmurin. Në orën 02:30, shtetësi anglez me inicialet CP ka mbritur në spital nën kujdesin e mjekëve, ku vijon të ndodhet tashmë, por pas marrjes së ndihmës urgjente mjekësore, ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në operacion janë angazhuar mjeti Joni i ASHD-s me ekuipazhin e vet, si dhe oficerët dhe kapiteni i Portit të Durrësit. Shtetësi anglez vuonte, theksojnë mjekët, nga ventral hernia akute.